Të dashur shqiptarë, ju përshëndes dhe dua që të ndaj me ju gëzimin e madh, zbulimin e Amantjas, kuptimin e saj. Amantja, të dashur shqiptar, vjen nga amantes, që është shkurtimi i fjalës amantike, do të thotë një person që nuk ka aftësi të bëj parashikime. Nga mantike dhe mantikos, që do të thotë një njeri që lexon oguret e zeza dhe oguret e mira. Pra është një fjalë helene dhe ky është burimi i origjinës së fjalës Amantja. Kam dalë me miq dhe me shokut për ta festuar këtë ditë e veçantë. Janë munduar me mira shkencëtar, me mira grek. Është munduar Biblioteka Aleksandrisë ta gjej origjinën e fjalës Amantja. Është përpjekur Homeri ta shpjegoj fjalën Amantja nga Abantja dhe nga Eubea. Dhe kanë dalë të gjithë turbohelen, dhe këtë zbulim e bën një shqiptar i pamposhtur. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor. Jam Titan i gjuhës shqipe.